Në një kohë kur shumë qytetarë nëpër Kosovë përballen me vonesa në diagnostikim, qytetarët e Ferizajt dhe rrethinës gëzojnë qasjet e shpejtë dhe efikase në shërbimet radiologjike, fal investimeve në spitalin e përgjithshëm të këtij qyteti. Reporti i radiologjisë, i pajisur me teknologji të gjeneratës së re, funksionon pa listë pritjes dhe ofron shërbime moderne si CT, rentgen digital, ultrazë dhe mamografi. Shefi i reportit të radiologjisë Nazim Dauti për Kosova Press tregon se shërbimet radiologjike për pacientët që vuajnë nga sëmundjet onkologjike kanë prioritet, derisa theksoi se edhe shërbime tjera kryhen brenda pak ditësh. Tani veç shumica e shërbimeve të radiologjisë kryhen në spitalin e Ferizajt, jo vetëm për qytetarët e Ferizajt, mirë po duke përfshi prej Hanit e Elezit, Kaçanikut, Shtërpca, Shtimja, gjysma e Vitijës e Mostem Shumica dhe komplet Ferizaj dhe një pjesë e Lipjanit. Në radiologjinë e spitalit të përgjithshëm në Ferizaj, pacientët trajtohen përmes metodave të ndryshme diagnostike si rentgeni, CT, ultrazëri dhe mamografia. Sipas shefit të reportit, ekzamenimet më të kërkuara janë ato me ultrazë dhe CT, ku çdo ditë realizohen rreth 20 e tilla për secilën metodë, varësisht nga kërkesat dhe urgjencat. Pajisjet janë të gjeneratës së re, CT-ja është 128 shtresore, e cila kryen shumë ekzaminime dhe është e kualitetit mjaft të lartë, gjithashtu ultrazori, mamografia, të gjitha janë pajisje digjitale, rentgeni digital, qasja me aparaturë është mjaft e lehtë, nuk është pasi më herët që kanë pas rentgenin analog, që ndoshta të zhvilluan filmat me metoda më të vjetra, tani janë krejt digjitale. Pacientët në reportin e radiologjisë marrin shërbime të avancuara fal edhe pajisjeve moderne që radiologët i kanë në dispozicion. CT-ja është një prej të avancuarave me 128 shtresa dhe jep rezultate të sakta e cilësore. Në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, gjithsesi në reportin e radiologjisë, kryen ekzaminimet e rentgenit konvencional, CT, ultrazëri, mamografia. Nevoja më e madhe zakonisht është e ultrazorit edhe CT-s, ku gjatë ditës kryhen kryesisht 20 ultrazor, 20 CT, nganjëherë edhe më shumë marrin, varësisht prej kërkesave dhe shërbimit të emergjencës. Vitin e kaluar janë bërë 4059 CT, ultrazor janë bërë dikun 13.000 diçka, rentgena janë mbi 20.000, mamografi variojnë prej mujë në mujë, mujën tetor jemi më të ngarkuar, ku bëhen dikun rreth 6-7 në ditë, ndërsa ditëve tjera, mujëve tjerë, janë kërkesat më të vogla, nuk kemi në një listë të caktuar të termineve, vinë sipas nevoje, sipas kërkesës, varësisht prej kërkesave të mjekëve që i vonzojnë për të ne. Shefi i reportit të radiologjisë pranë spitalit të përgjithshëm të Ferizajt, Nazim Dauti, thotë se ky spital ofron shërbime jo vetëm për ferizajasit, por edhe për rrethinën e kësaj komune. Në reportin e radiologjisë nuk ka listë të pritjes, ka listë të termineve të caktuara kur e din kohën kur kanë me ardhur me kry ekzaminim. Ndërsa pacientët që janë urgjent kryhet brenda ditës, brenda orës, pacientët e hospitalizuar kryen shërbimin brenda ditës, si edhe pacientët e rasteve onkologjike janë pacientë me prioritet që kryen me një afat shumë të shkurtë, pavarësisht me kërkesë. Spitali i përgjithshëm i Ferizajt është funksional nga viti 2005.